Kuvendi i Shqipërisë do të zhvillojë këtë të enjte seancën e radhës plenare, e cila pritet të dominohet nga kërkesat e opozitës për llogaridhënie nga kabineti qeveritar. Sipas urdhrit të firmosur nga nënkryetaria e Kuvendit Klodiana Spahia, punimet e parlamentit do të nisin në orën 10. Rendi i ditës parashikon një sër interpelancash me zyrtarët më të lartë të qeverisë. Konkretisht, kryeministri Edi Rama do të përballet në një interpelancë të thirrur nga deputeti Agron Sheaj, ndërkohë grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kërkuar interpelanca urgjente me ministrin e mjedisit Sofian Jaupaj dhe ministrin e brendshëm Besfort Lamallari. Përballjet me kabinetin do të vijojnë me ministrin e ekonomisë dhe inovacionit Delina Ibrahimaj, e thirrur nga deputeti Eno Bozdo, si dhe me ministrin e financave Petrit Malaj, pas dy kërkesave të depozituara nga deputetët Agron Sheaj dhe Erald Kapri. Pasi të ezaurohen këto pika, seanca plenare parashikon të lërë rreth 60 minuta kohë deputetëve për diskutime të lira mbi çështje jashtë rendit të ditës.